Nuk e dini se ku me përsi tortën për familjarët e juaj. Unë në tregoj, e janë tek ne, tek hanë bekarajat kanë 7. Në Stuttgart të Gjermanisë, Hajria, një vajzë e re shqiptare, ka ndërtuar ëndrrën e saj. Sot ajo është pronare pasticqerisë Hani, ku në çdo cep ndjehet atmosfera e një pune plot vullnet. Hajria nuk priti t'i vinin mundësitë, por i krijoi ato vetë. Në vazhdim do të ndjekim pjesë nga rutina e saj ditore, nga puna e përditshme që ajo e bën në pasticqerinë e saj me klientë të shumtë dhe me porositë të shumta që ka çdo ditë. Edhe këtu është vendi ku unë punoj gjatë ditës. Edhe një pjesë e ditës e kaloj bukur këtu në zyrën time, ku merrem me porosit, merrem me planet e ditës, merrem me firma, me gjona që i vynën një lokalet. Por edhe pjesën tjetër e kaloj pranë njerëzve, klientëve tanë, ku merremi me unë i dua, me të vërtet i kam merak shumë njerëzit kur edhe më kritikojmë, se çdo kritik e çdo personi mund na bën neve të arrismi edhe më shumë në jetë. Pse? Se nëse një kritik e marrmi seriozisht dhe ajo kritik mund të na ngris neve edhe më shumë në biznes, në çdo rrethon të jetës. Baklavat më të mirë dhe më të shpejshëm gjeni vetëm tek ne. Mos hezitoni, për Bajram bani porosinë tuaj me arra dhe me pistacin, me fëstëk. Kemi lloje të ndryshme të baklavave që janë super të freskëta. Këto janë magnoliat që më shumë t'i kërkojnë për klientëve tanë, ku këto çdo ditë marron ku fresh. Këto janë malagat tona që janë shumë të kërkuar për klientëve tanë. Nuk e dini se ku me përsi tortën për familjarët e juaj. Unë në tregoj, e janë tek ne, tek hanë bekarajat kanë 7. Ku ne sipas dëshirave këtu e realizojmë çdo ëmbëlsirë, çdo tortë, baklava, ëmbëlsira tjera, apo çdo kërkesë tjetër. Mirë se të vini tek ne.